Nga Gjergj Zefi. Ajo që po ndodh nuk është më një krizë që mund të përshkruhet me gjuhën e zakonshme të diplomacisë, sepse vetë diplomacia po përdoret si fasad, ndërsa në terren po vepron logjika brutale e imponimit. Në njërin anë shpallet gatishmëri për bisedime, në anën tjetër përdoret forca në një nga pikat më të ndjeshme të globit. Ky është paradoksi që e bën momentin kaq të rrezikshëm. Palët flasin për ulje tensioni, por veprojnë sikur po përgatiten për raundin tjetër të përplasjes. Kapja e anijes iraniane në Hormuz nuk është thjesht episod detar, as incident teknik, as akt rutin presioni, është një sinjal i zhveshur nga çdo ornament diplomatik se kriza po hyn në një fazë ku secila palë po teston jo vetëm nervat e tjetrës, por edhe kufit real të përmbajtjes ndërkombëtare. Dhe kur kjo ndodh pa kohë para përpjekjeve për të mbajtur gjallë bisedimet, atëherë nuk kemi më diplomaci serioze, por diplomaci në nënkërcënimin e armës. Thelbi i përplasjes është ky. Washingtoni kërkon të ruajë kontrollin strategjik dhe të paraqesë operacionin si zbatim force dhe disiplinë të një korridori jetik, ndërsa Teherani e lexon të njëjtin veprim si poshtrim, provokim dhe shkelje të vetë kuadrit minimal që duhet të mbante gjallë armëpushimin. Kjo ndarje nuk është vetëm propagandistike, është ndarje e rrezikshme politike, sepse secila palë ka ndërtuar tashmë një version të vetin të realitetit dhe tani kërkon që ai version të pranohet edhe në tryez. Në këtë klim, negociata nuk hyn si mjet kompromisi, por si zgjatimi i betejës me mjete të tjera. Irani ka sinjalizuar se nuk ka plan për të ulur në një raund të ri bisedimesh pas sekuestros së anijes, ndërsa nga kampi amerikan është folur për dërgimin e ekipit në Islamabad, pikërisht kur në terren është prodhuar akti që elmon vetë premisën e dialogut. Një bisedim i tillë, edhe nëse mbahet formalisht, do të mbërrijë i vdekur në Pakistan, sepse besimi minimal është goditur aty ku dhemb më shumë te koherenca midis të thënës dhe të bërës. Këtu nis edhe rrëshqitja e vërtet në spiralen e dhunës. Krizat nuk shpërthejnë gjithmonë me një vendim të madh dhe të deklaruar. Shpesh ato rrëshqasin përmes akteve që secila palë i quan të kufizuara, të justifikuara ose të nevojshme. Një kapje anijeje, një kërcënim për kundërpërgjigje, një delegacion i shpallur për bisedime, një refuzim për të marrë pjesë, një armëpushim që vazhdon të ekzistojë vetëm në letër. Kështu krijohet klima ku askush nuk e shpall fundin e diplomacisë, por të gjithë sillen sikur ajo ka pushuar së funksionuari. Kjo është faza më e rrezikshme, sepse secila palë vazhdon të ruajë alibin publike të paqes, ndërsa praktikisht ndërton kushtet e përplasjes tjetër. Në këtë moment, askush nuk dëshiron të duket i dobët, askush nuk pranon të tërhiqet pa kosto dhe askush nuk hyn në bisedime me frymën e kompromisit. Ajo që mbetet është vetëm përvoja për të ruajtur prestigjin, për të treguar vendosmëri dhe për të mos u dukur i trembur para opinionit të brendshëm. Pikërisht këtu diplomacia humbet peshë dhe vendin e saj e zë krenaria strategjike, e cila në lindjen e mesme ka qenë shpesh rruga më e shkurtër drejt katastrofës. Fakti që presidenti iranian ka folur për rëndësinë e rrugës diplomatike, por njëkohësisht ka theksuar se mosbesimi ndaj SBA-s mbetet i domosdoshëm, e përmbledh më mirë se çdo deklaratë tjetër gjendjen e tanishme. Askush nuk e ka mbyllur zyrtarisht derën e negociatave, por të gjithë po e afrojnë dorën tek dorezat e armëve. Kjo nuk është paqe e brisht, është pezullimi i përkohshëm i një konflikti që vazhdon të marrë frymë. Dhe kur në këtë peizazh shtohet edhe dimensioni i Hormuzit, pesha e krizës bëhet shumë e madhe se vetë raporti SBA-Iran. Hormuzi nuk është një ngushticë periferike, është arterie strategjike globale, nyje energjetike dhe piku çdo lëvizje ushtarake i kalon kufite e rajonit. Kjo e shpjegon pse incidenti ka tronditur jo vetëm kalkulimet politike, por edhe tregjet, energjinë dhe pritshmëritë ndërkombëtare për stabilitet minimal. Një anije ndaluar në atë hapësirë nuk mbetet kurrë vetëm një anije, ajo bëhet simbol force, test vullneti dhe provë nervash në një skenë ku një gabim në llogaritje mund të shpërthejë me shpejtësi disproporcionale. Në këtë prizëm, bisedimet e sotme nuk rrezikohen vetëm sepse mund të anulohen, ato rrezikohen sepse mund të zhvillohen në një mjedis ku kuptimi i tyre është konsumuar përpara se të nisin. Tryeza është e dobishme vetëm kur palët besojnë se përmes saj mund të shmangin përplasjen, por kur njëra palë hyn në tryez pasi ka demonstruar forcë dhe tjetra hyn, nëse hyn me ndjenjën se është sfiduar publikisht, atëherë biseda humbet funksionin e depërshkallëzimit dhe kthehet në skenë të re për vazhdimin e duelit. Kjo është arsyeja pse situata e 20 prillit 2026 është shumë më serioze se sa duket në sipërfaqe. Nuk kemi përballë një mosmarrëveshje diplomatike klasike, por përballë një përplasje ku instrumentet e paqes po përdoren ndërkohë që terreni po përgatitet për hakmarrje. Dhe kjo është receta më e rrezikshme e mundshme: bisedime pa besim, armëpushim pa qetësi, deklarata pa koherencë dhe një rajon ku çdo lëvizje interpretohet si pararendse e goditjes tjetër. Përfundimi është i zymt, por i qartë. Nuk është vetëm armëpushimi ai që po lëkundet vetë ideja se kjo krizë mund të mbahet ende nën kontroll me mekanizmat klasik të diplomacisë. Kur forca hyn në skenë në prag të bisedimeve, fjala humbet autoritetin.
kurse cila palë shet tjetrën si të pabesueshme, negociata bëhet teatr, kur Hormuzi kthehet në arenë demonstrimi, rajoni hyn në zonë të kuqe. Kjo është tabloja e vërtet, jo një incident i shkëputur, por një krizë që po rrëshqet, hap pas hapi, drejt një spiraleje ku çdo justifikim për veprim të kufizuar mund të prodhojë pasoja të pakufizuara. Sot nuk rrezikohen vetëm bisedimet, sot rrezikohet ideja se ato mund të shërbejnë ende për të ndalur rrëshqitjen, dhe kjo është alarmante, sepse kur diplomacia vonon, zakonisht historia flet me gjuhën e forcës.